Zjarri i shkaktuar nga përcjellësit e energjisë elektrike ka djegur sipërfaqe të konsiderueshme me ullishte dhe shkurre përgjatë rrugës automobilistike në fshatin Balaj në Lushnjë. Era e fortë ka thyer degët e pemëve, të cilat kanë rënë mbi tela dhe pasojat janë të rënda. Fatmirësisht, banorët kanë rendur dhe me ujin e pompave që vadisnin tokat e kanë shuar zjarrin që po shkonte drejt banesave. Janë mbi 50 familje në fshatin Balaj që kanë investuar vetë për linjën elektrike dhe shtyllat e hekurta prej pothuaj 2 dekadash. Deri sot nuk ka asnjë investim nga OSHE për të rregulluar situatën dhe banorët shprehen se vit pas viti linja elektrike shkakton zjarre. Linja elektrike. Linja elektrike u bë shkaktare. Ajo bë se janë me shtyllë hekri. Edhe ashtu që kam aty ke shtëpi, unë beton që kështu në atë e kam blerur vetë. Edhe këto i kemi të blera gjitha. Gjithë investim kaq vite e keni bërë vetë personalisht si lagje? Vetë. Po nga OSHE-ja nga bashkia ka pasur një... Jo, asnjë lloj ndihme fare. Asnjë lloj ndihme. Po kështu jetoni, e merrni korrentin gjatë me investimet tuaja? Me tonë, bilis ne kemi marrë shikoni të gabinin e lartë, e kemi pas marrë atje me 500 bela, më sa ne paguam vetë, e murë me bëm gabinin këtu. Edhe gjitha investimet tona kanë qenë. Zjarri diesëm çka ka dëmtuar këtu? Te kjo faqe. Ullishtë. Vetëm ullishtë. Fati mirë që këtë doli lagja më tanë e preu, mos mertës do kështë marrë fshati lartë e zjanën. Këto dole unë me qonë dhe me nipën e prem. Mos anë erë zafikshët. Po erë zafikshët, janë që maru, se ne e prem vetë. Dha masa të shkoje, ja taj plepje të shkoje. Po? Edhe u këputë dhe ra plepje të në fund, të klubi Brazilit. Edhe mori, këta do në që këte, ne që këte, ku eri ajo zjarfikën e pa të shurë gjithë zjarën. Nuk u jeni ankuar që të zënsoj këto shtylla. Kush po për ne që të angoshe? Spysin e. Ne kemi ble vete, gjitha shpenzimet. Me tel, me to shtylla, me gjitha kemi ble vetë. Pra naj... Sa familje jeni që merrni korrent në këtë... 2 lagje. 2 lagje. Rreth 20 shtëpi. Jore janë deri të mbuzjullit. Po këtu e marrë linjën edhe. Vete kam bëdo. Do më thënë këtu fshatin tuaj vetë keni investuar? Vetë. Gjitha vetë kemi bëdo. Banorët kërkojnë vëmendje nga pushteti vendor dhe investime nga OSHE Lushnjë, pasi u rrezikohen jo vetëm prodhimet bujqësore, por edhe banesat e tyre nga zjarri si dhe jetët në rast të rënies në kontakt me energjinë elektrike nga përcjellësit që mund të bien për tokë.